تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Gjithë lavdia I takon vetëm Allahut. Ata lavdrojmë dhe I shprehim lavdi, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe prej Tij kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga e keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Kë udhëzon Allahu s'ka kush e devion dhe kë devion Allahu s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, I cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e Tij dhe të gjithë shokët e Tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, Ti je I lartësuar dhe I pastër nga çdo emet, ne nuk dim asgjë posa sa që na ke mësuar Ti, në të vërtetë Ti je I gjithdituri, I urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë që na bën dobi në dunja dhe në ahiret, dhe na përmirëso gjendjen tonë tërësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Vazhdojmë me leximin e librit Al-Adabul Mufrad të autorit Imam Ebu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, I cili ka lindur në vitin 194 dhe ka vdekur në vitin 256 të hijretit. Allahu e mëshiroft dhe e falt atë, na falt ne prindrit tanë, mësuesit tanë dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtaret të gjallët dhe të vdekurit. Në vazhdimin e temave të këtij libri të shkëlqyeshëm dhe të dobishëm me lejen e Allahut, është një temë tjetër që flet për gojimin, edhe ka thënë autori vetëm bab, do të thënë temë e re. Ka thënë këtu, ka përmendur 3 hadithe. Një hadith I parë këtu thot Imam Bukhari rahimahullah, haddathana Abu Ma'mar qala haddathana Abdul Warith an Wasil mawla Abi Uyayna قال حدثني خالد ابن عرفطة عن طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال. Do të thonë me këtë zinxhir transmetohet nga Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhuma, I cili thot kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wartafa'at rihun khabithatun muntina. Edhe pra thot ishim me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam bashk, dhe u ngrit një erë fliqt dhe e neveritshme, do të thënë erë keqe, dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atadruna ma hadhihi rihu alladhina yaghtabuna almu'minin. Ka thënë a dini çka është kjo erë? Ka thënë kjo është era e atyre që I përgojojnë besimtarët, që bëjnë gibet për besimtarët. Në hadithin e radhës ka thënë Imam Bukhari حدثنا مسدد قال حدثنا فضيل بن عياض عن سليمان ابن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال. Domethënë me këtë zinxhir që e dëgjuat nga gjithashtu transmetohet nga Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhuma, se ka thënë hajat rihun muntinatun ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Do të ngrit ose filloi domethënë një stuhi ose tërbim I erës me që kishte domethënë erë të pakëndshme, të keqe ose të neveritshme në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë inna nasan min al-munafiqin ightabu unasan min al-muslimin. Do disa munafik, domethënë keni kujdes, ka thënë disa munafik I kanë përgojuar disa besimtar. Pra munafikët I kanë përgoju besimtarët, fabu'ithat hadhihi ar-rihu lidhalik. Edhe kjo erë është për shkak të kësaj. Pastaj në hadithin e radhës thot haddathana Abdullah ibn Salih قال حدثني معاوية ibn Salih عن كثير ibn al-Harith عن القاسم ibn عبد الرحمن الشامي قال سمعت ابن أم عبد يقول
men ightaba indahu, do të thonë me këtë zinxhir, do të thonë transmeton nga Ibnu Ummi Abd, që është Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Pra ka thënë Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, men igtiba indahu mu'minun fanasarahu jazahu Allahu biha khayran fi dunya wal akhirah. Do të thënë kush përgojon një besimtar, do të thënë kur në prezencën e dikujt përgojohet një besimtar dhe ai e ndihmon këtë përgojim, e përkrah, do thotë, atëherë, kur përgojohet një besimtar në prezencën e dikujt dhe ai e ndihmon besimtarin, do të thënë e mbron prej përgojimit, e mohon këtë përgojimin, atëherë atë Allahu e shpërblen me të mira në dunja dhe ahiret. Dhe kur përgojohet në prezencën e dikujt një besimtar dhe ai nuk e ndihmon atë besimtarin, do të thënë nuk e mbron prej përgojimit, atëherë Allahu e dënon me të këqija në dunja dhe në ahiret. Dhe thotë wa mal taqama ahadun luqmatan sharran min ightiyab mu'min. Edhe askush nuk ka futur në gojë asnjë kafshat më të keqe se përgojimi i besimtarit. In qala fihi ma ya'lam faqad ightabahu. Nëse thot për të diçka që e di për të, do të thënë e di se është e vërtetë, edhe thot, atëherë e ka përgojuar. Wa in qala fihi ma bima la ya'lam, dhe nëse thot diçka që nuk e di për të, do të thënë shpif për të, atëherë faqad bahatahu, do të thënë pra ka bërë shpifje. Nëse thot diçka që është e vërtetë dhe ai e di se e ka ky besimtar, atëherë e ka përgojuar, ka bërë ghibe. Nëse thot diçka që nuk e di se e ka ai besimtar, atëherë ka shpifur për të, ka bërë trillim. Këta janë 3 hadithe që flasin për këtë çështje shumë të rrezikshme, që është përgojimi i besimtarit. Dhe përgojimi ose gibeti, ajo që dihet si gibet, ka një definicion që është thënë në hadith. Do të thonë t'ia përmendësh vllait atë që ai nuk do t'i përmendet, nuk e pëlqen, do të thonë nëse i përmendet. Kjo është kur ai nuk është prezent, sepse fjala ghibe do thotë mungesë. Pra kur në mungesën e dikujt i përmendet atij diçka që ai nuk ka qejf t'i përmendet, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo është ghibe. Edhe prandaj ka thënë Neveviu rahimahullah, el-ghibatu dhikru al-mar'i bima yakrahuhu. Do të thënë gibet është përmendja e dikujt, nuk thuhet këtu vetëm besimtar, gjithashtu, mirë po ka dallim mes përgojimit besimtarit dhe përgojimit mos besimtarit, por në përgjithësi do thotë përmendja e dikujt me diçka që ai nuk e do. Qoftë kjo në trupin e njeriut, do të thonë i përmendet një e keqe, një emet, ose diçka që ai nuk pëlqen t'i përmendet, qoftë në trupin e tij, ose në fenë e tij, ose në dynjan e tij, ose në vetveten e tij, në kreaturën e tij, apo në moralin e tij, në lidhje me pasurinë e tij, me fëmijët e tij, ose me prindët e tij, ose gruan e tij, ose bashkëshorten e tij, ose dika prej shërbetorëve ose punëtorëve të tij, ose diçka për rrobat e tij, lëvizjet e tij, buzëqeshjen ose mroljen e tij, domethënë, nëse është ose mënyra e të folurit të tij, ose diçka tjetër. Domethënë, çka përmendet në lidhje me këto aspekte të njeriu, ose diçka tjetër që lidhet me të, pa marrë parasysh është përmendur me fjalë ose me lëvizje, me shenjë. Domethënë gjitha këto duhet ta kuptojmë se gibet nuk është vetëm thënia e fjalës, por gjithashtu edhe bërja e lëvizjeve. Si gjithashtu ka thonë gibeti siç është me gojë direkt, domethënë përgojimi, prandaj thuhet përgojim në gjuhën shqipe, do thotë që përmendet me gojë, gjithashtu gibet quhet edhe me vepër, ose me shenjë, ose shkrim, ose lëvizje, kur bën njeriu,
Domethënë ose imiton, ose bën një shenjë kështu me sy ose me kokë për qeshje. Të gjitha këto, ose domethënë po ose me shenjë, ose me lëvizje të syrit, ose me isharet me dorë, domethënë çdo gjë që prej cilës kuptohet ky qëllim. Domethënë përmendja e diçkaje që nuk do t'i përmendet ai njeri. Të gjitha këto quhen gibet. Gjithashtu në këtë hyn edhe imitimi. Domethënë si për shembull ecja duke çalu ose imitimi i mënyrës së ecjes ose lëvizjes ose të folurit. Edhe ky imitimi është gibet. Madje kanë thënë dietarët se ky është edhe më i flliç se sa gibeti me gojë. Domethënë imitimi me lëvizje, me trup ose me fytyrë ose me të folur, është edhe më i shëmtuar se sa gibeti me fjalë, sepse është domethënë edhe më shumë është shqetësim për njeriu, domethënë që përgojohet në këtë rast. Madje kanë thonë edhe nëse nuk përmendet me emër, po nëse thuhet siç thonë shumë njerëz në të folurit, thonë njëri që ka ardhur sot, për shembull, ose njëri që kaloi, ose njëri që foli, ose domethënë me këtë dhe kuptohet se për kë bëhet fjalë. Domethënë edhe ai që flet e di e ka qëllimin e caktuar kur thot njëri ose një njeri që bëri kështu, domethënë e ka qëllimin e caktuar dhe ai dëgjuesi e kupton për kanë është fjala, edhe kjo është gjithashtu gibet prej harameve më të mëdha. Pastaj, domethënë kjo duhet kuptohet, njerë ta kuptojmë çka domethënë vetë fjala gibet. Edhe si është domethënë si përfshin gjitha këto aspekte. Dhe në gibet bën pjesë edhe ai folsi edhe dëgjuesi. Gjithashtu, edhe dëgjuesi nëse dëgjon, domethënë duke u pajtuar me ta, po ashtu ka merr pjesë në gibet edhe në mëkatin e barabartë. Nëse ja vërteton, e pohon, atëherë padyshim është pjesëmarrja edhe më e rëndë, edhe më direkte. Por edhe vetëm nëse dëgjon dhe nuk e kundërshton dhe ka mundësi ta kundërshtojë. Domethënë nuk e kundërshton duke pas mundësi. Përndryshe nëse friksohet, domethënë t'ja kthej fjalën, atëherë mjafton që ta urrej këtë përgojimin me zemër. Pra, siç dihet, e ka obligim, secili që e dëgjon përgojimin e ka obligim ta ndalojë. Nëse mundet me fjalë. Nëse nuk mundet, atëherë ta urrej me zemër, sepse përndryshe nëse nuk e urren edhe me zemër edhe merr pjesë, atëherë është i barabartë në mëkat. Po ashtu kanë thënë se ka disa detaje për kuptimin e asaj çka përfshin gibeti. Dhe kanë thënë nëse këto që i përmendëm i bën njeriu për hakmarrje ose nga urrëtia ndaj tij, ose për nënçmimin e tij, ose për shfryerjen e një mlefi që e ka ndaj tij, domethënë në këto raste është gibet. Por nëse e përmend me keqardhje, domethënë ja përmend një të keqe dikujt, se domethënë ka keqardhje dhe brengoset për gjendjen e tij, për shembull nëse dikush ka bërë një mëkat dhe e përmend si domethënë i vjen gjyna pse e ka bërë atë, atëherë nuk quhet gibet. Mirë po kanë thonë disa prej dietarëve kjo me kusht që ta ketë niyetin e vërtet. Domethënë me të vërtet të ketë keqardhje, jo të shtiret sikur i vjen keq, sepse ka shumë prej njerëzve që e bëjnë këtë gibetin, përgojimin, duke u tregu sikur e thot me keqardhje, pse po i ndodh atij, mirë po realiteti i brendësisë së tij është që i bëhet qefi me këtë. Edhe në realitet me këtë shfaqje të keqardhjes, domethënë ai do
edhe njëkohësisht edhe nënçmon atë personin për cilin është duke fol, edhe e ngren vetveten. Sigur unë domethënë nuk i pëlqej këto veprime në vetveten time as për të tjerët, mirë po më vjen keq pse ai kështu. Domethënë sepse Allahu subhanahu wa taala e di se çka ka njeriu në gjoks dhe në zemër. Edhe nuk ka mundësi njeriu të mashtroj edhe t'i bëj dallavera Zotit të tij subhanahu wa taala, edhe pse ka mundësi t'i mashtroj njerëzit, si paraqitet si këshillues ose me dhëmsuri, domethënë, mirë po realiteti është se zemra i fluturon nga gëzimi që është duke ja shfaq këtë mangësi vllajt vet, edhe njëkohësisht tregon vetveten si shumë i devotshëm, edhe se është larg prej këtyre. Do thot të gjitha këto domethënë janë vetëm manipulim. Prandaj në këtë rast, domethënë mëkati është edhe më i madh se sa veç gibeti kur e ka me qëllim, domethënë kur e tregon qartë se është duke dashur ta nënçmoj, edhe ta shqetësoj atë person. Domethënë ajo është mëkat i madh, sepse qëllimi i ndalesës së gibetit është ndalimi i shqetësimit ndaj të tjerëve. Do thot me gibet, njeriu normalisht se sulmon, e dëmton dhe shqetëson njeriu. Prandaj kam thënë nuk ka tjetër shpagim për gibetin përveç se teube. Domethënë pendim i sinqert te Allahu subhanahu wa taala dhe kërkimi i faljes te Allahu. Istighfar i vërtet te Allahu subhanahu wa taala. Pastaj, nëse i ka arritur fjala atij të përgojuarit, atëherë është obligim që t'i kërkoj halallak. Domethënë, pra kjo është shpagimi, që ta kërkoj halallakun prej tij. Por nëse kanë thënë nëse ka vdekur ai përgojuari, atëherë e ka obligim të kërkoj halallak prej pasardhësve, trashëgimtarëve të tij për këtë përgojim. Dhe nëse është i largët gjithashtu, atëherë mjafton vetëm istighfar, kërkim falje te Allahu subhanahu wa taala, sepse gibeti është prej mëkateve të mëdha. Do të përmendim disa argumente për ashpërsinë e ndalimit të gibetit, kurse tani jemi vetëm në pjesën e sqarimit se çka do të thotë edhe çka përfshin ai. Besoj që kjo është e qartë për definimin dhe kuptimin e fjalës ghibetun, edhe për që ta marrim vesh çka do të thonë përgojim. Pra kur përmendet në këtë mënyrë që e tham, një emet ose diçka që personi në fjalë nuk dëshiron t'i përmendet, edhe nuk është prezent kur thuhet, do të thonë. Por prej kësaj ka përjashtim në disa raste që i kanë përmendur dietarët, dhe për secilin prej këtyre rasteve ka argument. Dhe nëse i analizojmë, e shohim se këto bëhet përjashtim nga gibeti ose bëhet i lejuar gibeti vetëm nëse është për një synim të interesit të fesë, për mbrojtjen e fesë, për ngritjen e fesë, ose mbrojtja e hakut të dikujt tjetër. Domethënë atëherë lejohet. Si ka thënë Imam Ibn Qayyim al-Jawziyja rahimahullah, ka thënë wal farqu bayna an-nasihati wal ghiba. Domethënë cili është dallimi mes këshillës dhe përgojimit ose gibetit. Ka thënë dallimi është te qëllimi. Më thënë, te këshilla, qëllimi është që, thot Ibn Qayyimi, el-qasdu fiha tahdhiru al-muslim min mubtadi'in au fattan. Më thënë, qëllimi është paralajmërimi i besimtar i muslimanit prej një bidatxhiu ose një fitnexhiu. Më thënë, për ta paralajmëruar që të ruhet besimtari prej bidatxhiut ose prej njeriu që bën fitne, au ghash ose prej tradhtarit, do më thënë e paralajmëron, e u mufsid, ose prishës, njeri që për shembull nëse hyn në një shoqëri i prish ata mes veti, ose hyn në një familje i prish raportet mes familjarëve, do më thënë paralajmërohet njeriu për mbrojtjen prej këtyre. Thot nëse gibeti, pra ky përgojimi, realisht është përgojim, nëse përmendet filani është
tradhtar për shembull, ose filani mashtrues mos hyn tregti me ta. Kjo është përgojim. Domethënë përmendja e diçka që ai nuk e pëlqen të përmendet, por nëse ky gibet bëhet në mënyrë këshille për hir të Allahut, edhe si çiltërsi ndaj Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, librit të Allahut dhe për muslimanët në përgjithësi, atëherë kjo është në realitet është adhurim që e afron njeriu te Allahu subhanahu wa taala dhe është në grupin e hasenatve, thot Imam Ibn al-Qayyim, domethënë është prej veprave të mira për të cilat mbledh njeriu shpërblime. Por nëse bëhet gibeti në mënyrë domethënë që të poshtrohet vllai musliman, ose që ti griset morali atij, ose që njeriu të kënaqet me këtë ushqim të gibetit. Shumë është domethënë interesant dhe e mrekullueshme që Allahu subhanahu wa taala e ka përmendur kur e ka ndaluar gibetin, ka thënë a doni ta hani mishin e vdekur të vllait. Sepse përgojimi, bërja e gibetit për ata njerëz që bëjnë gibet është si kënaqësi e ndonjë ushqimi të mirë. Edhe nuk mund t'i ndahen. Domethënë këtë e kanë vërejt shumë njerëz. Dhe prandaj thotë Ibn Qayyimi, nëse do domethënë me këtë përgojimin që ta shkyej do të thotë moralin ose nderin e dikujt dhe ose ka vetëm dëshirë që të kënaqet me këtë ushqimin e gibetit, që ta poshtroj atë njeri edhe që ta prish pozitën e tij në zemrat e njerëzve. Domethënë e sheh se njerëz kanë respekt ose kanë mendim të mirë dhe mundohet vetëm ta prish këtë imazh të tij të zemrat e njerëzve. Atëherë ka thënë fehie narul hasanat. Domethënë atëherë gibeti është zjarri veprave të mira. Domethënë i djeg edhe i prish veprat e mira, kurse kur bëhet për këshill dhe për përmirësim dhe për hir të Allahut subhanahu wa taala, për të mbrojtur fenë e Allahut, atëherë është prej grupit të mirave, prej sevapeve, domethënë me të cilat njeriu afrohet te Allahu subhanahu wa taala. Prandaj prej kësaj kuptojmë se ka përjashtim prej gibetit. Dhe kur përmendet përjashtimi, domethënë se shumica është haram i rënd dhe lejohet si mishi i derrit, që është haram i rënd dhe lejohet në raste të domosdoshmërisë. Edhe gibeti është prej harameve më të rënda, lejohet vetëm në raste të domosdoshmërisë së skajshme, patjetër kur e ka. Dhe i kanë përmendur dietar në bazë të argumenteve. Këto lloje kur ka përjashtim, domethënë kur lejohet ngrënia e këtij mishit të ngordhur. Kur lejohet, një është at-tadhallum, domethënë kur njeriu do të shpëtoj ose të mbrohet prej padrejtësisë që i bëhet, edhe e përmend këtë padrejtësi te pushtetari ose te dikush që mund ta ndale prej padrejtësisë. Edhe argument për këtë është fjala e Allahut, la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim. Domethënë Allahu nuk i do shfaqjen e fjalëve të pahishme, fjalëve të këqija, përveç atij të cilit i është bërë padrejtësi. Domethënë nuk lejohet askush të flasë keq, përveç kur i bëhet padrejtësi, atëherë, domethënë është i detyruar. Ka thënë Shaukani për këtë ajet, istithnaun afada jawaz dhikri al-madhlumi bima yubayyinu lin-nasi wuqu' adh-dhulmi alayhi. Domethënë ky ajet është përjashtim, domethënë për lejimin e përmendjes së domethënë që viktima, ai të cilit i është bërë padrejtësia, i lejohet, e ka të lejuar ta përmend padrejtësinë që i është bërë në mënyrë që të jetë kjo, domethënë pengesë për atë zullumqarin, për të padrejtin. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lejul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatahu. Domethënë është për qëllim kur njeriu merr borxh prej dikujt, edhe pastaj ka mundësi ta kthej, mirë po nuk e kthen. Domethënë kësaj thuhet lej është lakim, domethënë ikje prej përgjegjësisë, lejul wajid, domethënë kjo ikja prej përgjegjësisë nga njeriu që ka,
Do të thënë mund ta kthejë borxhin, mirë po bën lajka edhe dallavera. Atëherë, do të thënë, thot kjo ja bën të lejuar nderin atij. Do të thënë lejohet flitet për të. Pra ai që i ka dhënë borxh mund të thotë se nuk ma kthen borxhin, do të thënë kanë kalu kaq vite edhe ka mundësi të ma kthej, mirë po nuk ma kthen, do të thënë lejohet atëherë gibeti për të. Tjetër, kur ka përjashtim, e dyta, e shkrytët. Apo a i dini kush këta 6 janë përmend? Mirë, do të thënë 6 raste i ka përmend në Veviu, edhe disa dietar përmendin tjera, do të thënë që hyjnë te këto 6. Mund të zgjerohet për shembull dhe njëna prej tyre, të ta shpjegojmë. Tjetra është kërkimi i fetvas. Do të thënë nëse kërkon dikush përgjigje te dietari, edhe i thot, e kam një shok, që ka mundësi edhe dietari ta di për kë bëhet fjalë, edhe do të thënë edhe ai që pyet, edhe ai i cili pyetet e din se është filani, edhe përmendet kjo që ai nuk ka qefti përmendet. Mirë po, kur kërkon fetva se si duhet me vepru, ose nëse thot dikush, për shembull, djali jem bën padrejtësi, ose vllavi jem e bën këtë, do thot, edhe kërkon fetva prej dietarit, atëherë është e lejuar. Si ka thënë në Veviu gjithashtu, për shembull thot njeriu shkon te muftia ose te dietari, thot dhalemeni ebi au akhi au zawji, i thot më ka bërë padrejtësi vllavi jem ose baba jem ose burri im, për shembull thot, si ka shku një grua te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ka qenë Hind bint Utbe, Hind radhiyallahu anha, e njohur, gruaja e Abu Sufjanit. Ka thënë, o i dërguari i Allahut, Abu Sufjani është koprac dhe nuk më jep, do thot, nuk më jep pasuri të mjaftueshme që mjafton mua dhe fëmijëve të mi, përveç kur marr prej pasurisë së tij pa dijenin e tij. Do të thonë kjo është kërkimi fetvas, pra lejohet, sepse ajo është kështu. Do të thonë kjo është pra në temën e përgojimit. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Pra merr prej pasurisë së tij atë sa të mjafton ty dhe fëmijëve tu në mënyrën më të mirë. Do të thonë me ekonomizim të pasurisë, mund të marrësh edhe pa dijen e burrit. Pra gruaja mund të marrë. Kjo është përgjigjja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po këtu si argument është për lejimin e gibetit për kërkimin e fetvas. Edhe ka thënë Imam Baghawi, rahimahullah, do të thonë ky hadith përfshin shumë lloje të diturive dhe të çështjeve të fikut. Një prej tyre është që lejohet përmendet njeriu me disa tmeta kur është nevoja, edhe kur kërkohet, do të thonë, fetvasin këtë rast. Tjetër është kur lejohet, e treta, do të thonë kërkimi i ndihmës për ta ndalë një të keqe. Do të thonë kur e sheh një mëkat ose një lloj të devijimit që bëhet, edhe nuk ke mundësi ta ndalësh. Mund ta përmendësh këtë devijim, këtë mëkat, mund ta përmendësh te pushtetarët ose policisë, për shembull, që ta ndalë. Nëse e di se dikush, do të thonë dikush nëse ju merr kamat njerëzve, edhe lejohet me denoncu, edhe me përgoju, do të thotë me përmend këtë met, ose dhe një njeri që shet lëndë narkotike, shembull, ose diçka e tillë, dhe nëse nuk mund ta ndalësh ti atë, lejohet që ta përmendësh pushtetarëve ose dikujt që mund ta ndalë. Do të thonë nëse është prindit të tij ose diçka e tillë, do të thonë që mund ta ndaloj, atëherë lejohet të përmendet. Thot Shaukani rahimahullah, ka thënë lejimi i gibetit në këtë rast është në bazë të argumenteve që urdhrojnë për urdhrim për të mira dhe ndalim nga e keqja. Tjetër prej llojeve që kanë përmendur është nëse do ta përmendësh një njeri dhe nuk mund të dallohet përveç se me atë cilësi, me atë tmet që e ka. Për shembull, nëse thu filani dhe me atë emër janë disa njerëz, por thu për shembull ai
qorri ose çalamani ose domethënë me një cilësi të këtill që është e met, por kur është patjetër për ta dalluar. Edhe kjo është gjithmonë në traditën e njerëzve, përmendin këta, nuk është diçka e panjohur, saqë edhe te ne ka edhe mbiemra me kështu me të meta. Përse ka qorri mbiemër, edhe ka topalli, edhe kështu çala për shembull, apo Allahu alem. Domethënë këto janë për dikant që ka qenë i njohur me këtë emër. Po, tjetër e katërta, e treta është domethënë për të njohur, që nuk mund të njihet ndryshe përveç se me atë met. E katërta është njeriu që i bën mëkatet haptazi. Ai i cili e bën mëkatin haptaz, edhe e din njerëzit, pra përmendja e atij mëkati nuk është gibet për ta, sepse është diçka që vetë e ka përhapur. Ka thënë, domethënë, edhe një rast kur ka ardhur njëri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka kërku leje për të hyrë, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idhanu lahu bi'sa akhul ashira. Ka thënë lejojni, le të hyj, por shumë njëri i keq, pra është njëri i keq, au ibnul ashira, ose njëri, domethënë me sjellje të keqe. Edhe për këtë hadith ka thënë Kurtubiu, domethënë këtu ky është argument se lejohet të përgojohet ai i cili e bën mëkatin haptazi. Edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra i ka thënë Aishës radhiyallahu anha, inna sharra an-nasi man tarakahu an-nas, domethënë njeriu me inna sharra an-nasi manzilatan inda Allahi yawm al-qiyamah, domethënë njeriu me pozitën më të keqe në ditën e gjykimit tek Allahu është ai që të cilit i largohen njerëzit për t'u ruajtur fllitësisë së tij. Domethënë ruhen, nuk e dini, domethënë dikush ndonjëherë me dikan njerëzit ruhen të hyjnë të fjalosen me ta, se është gojë fliçt për shembull. Pra dihet me këtë mëkat, edhe prandaj përmendja e kësaj nuk është gibet. Ka thënë Zeid ibn Aslam rahimahullah, innamal ghibatu liman lam yu'lin bil ma'asi. Domethënë gibet llogaritet për dikën që nuk i ka publikuar mëkatet e tij. Domethënë nëse bën ndonjë mëkat fshehtaz, edhe ti e di këtë fshehtësitë të tij, atëherë përmendja e kësaj është gibet. Po nëse është mëkati i tij haptaz, nuk quhet gibet. Ka thënë Nevaviu gjithashtu, kal mujahiri bi shurbil khamri wa musadarati an-nasi aw akhdhi al-maks. Domethënë për shembull një njeri që pi alkool haptaz, ose u merr njerëzve pasuritë, ose merr kamat për shembull dhe kështu me radhë, fa yajuzu dhikruhu bima yujahiru bihi wa yahrumu dhikruhu bighayrihi min adh-dhunub, min al-uyub. Do të lejohet të përmendet për ta kjo që ai e bën publikisht. Por edhe për këtë ndalohet të përmenden të metat që nuk i ka publike. Domethënë që nuk i ka në këtë aspekt. Tjetër, sa përmendëm 4. E pesta, paralajmërimi prej sherrit, domethënë paralajmërimi muslimanëve prej sherrit të dikujt, edhe këshilla ndaj muslimanëve. Edhe kjo është në disa forma. Domethënë është kur njeriu kërkon, domethënë këshill për martesë për shembull, siç është në hadithin e njohur kur ka ardhur Fatima bintu Qais radhiyallahu anha, e ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka thënë se më kanë kërkuar për martesë Ebul Jahm dhe Muawiya dhe Usame ibn Zaid, këta 3, domethënë. Edhe ka thënë cilin më këshillon që të martohem. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, amma Muawiya fa rajulun tarib. Domethënë Muawiya është i varfër, do thotë nuk ka pasuri, la mala lahu, nuk ka asnjë lloj pasurie. Wa amma Abu Jahm fa rajulun darrabun lin nisa. Kurse Abu Jahmi
është njeri që i rre gratë. Domethënë kjo është në ky transmetim është shpjegimi i hadithit la yada'u al-asa min atiqihi. Domethënë nuk e heq shkopin nga supi. Disa kanë thonë se është për qëllim se udhton shumë. Mirë, po ky transmetim sqaron domethënë qëllimin. Edhe ky transmetim është në Sahihun e Muslimit. Ka thënë rajulun darrabun lin-nisa, domethënë i rre shumë gratë. Walakin Usama ibn Zaid, për martohu me Usama ibn Zaidin. Pra, kjo do thotë këtu kur ka kërkuar këshill për martesë. Gjithashtu nëse dikush kërkon këshill për tregti, gjithashtu lejohet ti përmendet se ai është njeri për shembull që e humb pasurinë, nuk di ta menaxhoj shembull ose nuk e di këtë punë që të ka thënë se di ta punoj, domethënë nuk e di, ose është mashtrues e kështu me radhë, tradhtar, domethënë atëherë lejohet dhe është pjesë e këshillës, edhe është obligim. Dhe gjithashtu ajo që është shumë e njohur, atë që kanë bërë dietarët gjatë gjithë shekujve, domethënë që nga sahabët, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe sahabët e tabiin e kështu me radhë, është paralajmërimi kundër bidatxhiut. Domethënë nëse njeriu ka mundësi që merr fe prej dikujt, atëherë paralajmërohet, i thuhet mos merr prej tij sepse është mashtrues, është ignorant, për shembull nuk e di fen, jep fetva nga ignoranca, ose është bidatxhi, devijum. Domethënë edhe e ka këtë devijim me argumente. Kjo padyshim se është prej këshillës dhe është obligim, prej obligimeve më të mëdha të atij që ka dituri, domethënë që ta kryej këtë. Dhe të ndalemi te kjo se te kjo njerëzit e bidatit kundërshtojnë më shumti. Edhe është interesant se këto përjashtime i kanë përmendur dietarët që në kohët e vjetra. Do thotë ai që do mbrojtje nga padrejtësia, ai që kërkon fetva, ai që kërkon ndihmë për ndryshimin e të keqes, për njoftim, se tham se më duket se nuk e numëruam këtë. Edhe e pesta, do thotë ai që i bën mëkatet haptas dhe paralajmërimi prej sherrit dikujt. Do të thënë për gjitha këto pajtohen njerëz të bidatit. Do të thënë se argumentet janë të shumta në librin e Allahut, në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe dietarët i kanë sqaruar. Dhe te kjo e gjashta, se nuk është renditja kështu si i kanë përmendur, po e përmendi të fundit, gjashtën, paralajmërimi kundër atij që mund të sjellë ndonjë dëm. Këtu nën këtë hyn disa pika, do të thënë siç thash për çështjet dunjas, nëse paralajmëron dikush për tregti, paralajmëron për martesë, paralajmëron për shembull për fqinësi, që mos jeto në këtë lagje shembull se është filani e kështu me radhë, askush nuk kundërshton këto. Edhe është e njohur që njeriu i cili të paralajmëron prej dëmit të dikujt për këto çështje dunjas, është e njohur të njerëzit se është i falënderuar. Kurse kur vjen puna për të çështja e fesë, atëherë e shikojnë interesin e personit më shumë se interesin e fesë. Do të thënë nëse e sheh se mund të dëmtojë në tregti, paralajmëron, është në rregull. Por kur mund të dëmtojë në fe, edhe të paralajmëron dikush që ta do të mirën, atëherë quhet atëherë i sjellin argumentet e gibetit, se nuk lejohet përgojimi e kështu. Domethënë siç thash, e shikojnë interesin e personit. Por as kjo nuk është e saktë. Edhe nëse e shikojmë interesin e njerëzve, jo interesin e fesë, atëherë duhet ta dimë se interesi i qindra, mijëra, miliona muslimanëve është më parësor se interesi i një personi. Domethënë, nëse flitet për Sejt Kutubin, për Jusuf Kardawin, ose për këta njerëz në vendet tona flitet me emër, ata janë disa persona me gishta. Dhe nëse nuk flitet, do të thënë nëse flasim kundër tyre, do të thënë kemi përgojuar disa persona me gishta. Nëse nuk flasim kundër tyre, i kemi dëmtuar 2 miliard musliman. Do të thënë i dëmtojmë që nuk i paralajmërojmë nga dëmi i tyre, atëherë edhe nëse e shohim interesin e njerëzve, prap më shumë ka përparësi paralajmërimi se heshtja ndaj bidatit. Kjo është edhe një përsëritje se përndryshe argumentet për këtë janë të shumta,
Po desha ta tërheq vëmendjen te kjo se për gjitha këto përjashtime pajtohen edhe për këtë gjashtën, për paralajmërim, pajtohen edhe njerëz të bidatit. Mirë po për çështje dunjas, kur vjen çështja e fesë, atëherë bëjnë qametin, se këtu është mbrojtja e vetes vet. Se nëse e lejojmë këtë parim që është parimi i Kuranit dhe Sunetit, paralajmërohet kundër bidatxhiut, atëherë demaskohen ata dhe humb pozita e tyre për këtë shkak e luftojnë vetëm këtë çështje. E luftojnë me të gjitha dhe të gjitha argumentet që janë kundër gibetit i sjellin këtu te kjo temë, në pavend, domethënë, për mbrojtjen e bidatxhive. Mos i përgojoni besimtarët, mos domethënë si flisni për një njerëz që falet, thonë edhe këtë fjalë kështu me radhë. Domethënë padyshim se kjo është keq përdorim i argumenteve të Kuranit dhe Sunetit. Kurse argumentet e Kuranit dhe Sunetit kundër përgojimit, edhe kundër gibetit, do thotë, ato nuk janë diçka që ne duhet t'i mohojmë ose t'i fshehim, përkundrazi janë diçka që shumë duhet kemi kujdes, edhe ta kemi parasysh se përgojimi për besimtarin, domethënë siç tham, në trupin e tij ose në fenë e tij, gjithashtu kur përveç në rastet e këshillës dhe paralajmërimit, ose përgojimi në lëvizje, në fjalë, në vepra, në pasuri, në veshje, domethënë secilin aspekt, ato të gjitha janë haram, edhe janë prej mëkateve më të mëdha. Se ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, siç tham, pra është sqaruar këtë, kurse argumenti është se ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam etadruna mal ghiba, domethënë a dini çka është gibet? Kanë thonë sahabët, Allahu wa rasuluhu a'lam, domethënë Allahu dhe i dërguari i tij e din më së miri. Ka thënë hiya dhikruka akhaka bima yakrah, domethënë përmendja e vllait tënd me diçka që e urren. Kan thënë ara'aita in kana fi akhi ma aqul, ka thënë si thua o i dërguari i Allahut, nëse vllai jem e ka atë që e them unë. Domethënë nuk jam të janë nxit, si thonë ne. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam in kana fihi ma taqulu faqad ightabtahu. Domethënë nëse është ajo e vërtetë ajo që e thua, atëherë i ke bërë gibet, e ke përgojuar. Nëse nuk është e vërtetë, wa in lam yakun fihi ma taqul, nëse nuk është e vërtetë ajo që e thua, atëherë faqad bahattahu, atëherë ke shpifur për të, dhe mëkati për shpifjen është më i madh, sepse ka gibet dhe ka gënjeshtër. Kurse gënjeshtra është ndaluar në secilin rast. Domethënë nuk lejohet përmendja, nuk lejohet domethënë të thuhet e pavërteta asnjëherë, edhe aq më shumë është ndaluar nëse me këtë gënjeshtër e dëmton dikën direkt, domethënë në nderin e tij ose në pozitën e tij ose në emocionet e tij, edhe emocionet sheriati i ruan shumë. Dhe për këtë shkak ky dëmtimi i njerëzve e bën si tha Ibn Qayyimi më herët, se kjo është zjarri i veprave të mira. Domethënë i përvlon, i djeg gjitha veprat e mira. Edhe kjo është nxjerr nga hadithi i pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, ku ka thënë atadruna men el muflis, domethënë a dini kush është i falimentuar? Kanë thënë sahabët, el muflisu fina man la dirhama wala lahu wala mata'. Domethënë muflis ose i falimentuar tek ne është ai që nuk ka asnjë dirhem, asnjë mall. Nuk e ka mbet asgjë, domethënë ka hyrë tregti, i ka humb malli edhe ka harxuar gjithë pasurinë. Ky është i falimentuari. Kjo në dunja, domethënë dhe në këtë domethënie ta kuptojmë për ahiret. Ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, i falimentuar prej umetit tim është ai që vjen ditën e gjykimit me namaz, agjerim, zakat, domethënë të shumt, ka bërë shumë vepra, ka shumë mall tani për ta ble xhenetin. Mirë po, e ka humb këtë mallin kod, domethënë kjo është falimentimi. Se ka thënë vjen ditën e gjykimit edhe e ka sha filanin, e ka shpif për filanin, ja ka ngrënë pasurinë filanit, ja ka derë gjakun filanit, e ka goditur filanin, domethënë shumë padrejtësi dhe dëme njerëzve. Atëherë feju'ta hadha min hasanatihi, edhe i merren veprat e mira këtij, i jepen filanit, edhe i harxohen veprat. Atëherë nuk mbetet
do të thonë me çka të shpaguhet, atëherë merren mëkatet e tyre dhe jepen këtij. Prej filanit merren mëkate edhe jepen atij, edhe atëherë me këto hidhet në zjarrin e xhehenemit, Allahu na ruaj. Prandaj gjuha duhet të ruhet. Edhe njeriu të ketë kujdes, domethënë në mënyrë shumë strikte, që mos e ngarkoj vetveten me këto mëkate dhe me këto rrugë që e bëjnë të falimentuar në ditën e gjykimit. Atë ditë kur i nevojitet njeriu edhe një e mirë më e vogël. Edhe atë ditë kur as nana nuk i jep as një grimc prej të mirave foshnjës vet. As fëmia nuk i jep prindit vet, as dikush nuk interesohet për bashkëshorten e vet, as për vllajën e vet, as për familjen e vet, secilit intereson vetë çështja e vet. Në atë moment ty të vinë njerëz të cilëve u ke borxh, edhe ja jep njërit, ja jep tjetrit, harxohet e gjithë pasuria. Atëherë, për t'u shpaguar, domethënë shkon në minus të rënd, falimentim të rënd, dhe ngarkohesh edhe me ato vepra që nuk i ke bërë. Allahu na ruaj. Një prej transmetuesve këtu në hadithin e dytë, nëse e vërejtët, është Fudail ibn Iyad rahimahullah, domethënë në zinxhir. Edhe Fudail ibn Iyad është prej dietarëve më të mëdhenj të këtij ummeti dhe prej asketëve zahid, domethënë zuhdin që ka qenë shembull për zuhd, edhe është quajtur Sheikhul Haram, domethënë dietari ose mësuesi haremit, se ka jetu në Mekë, domethënë më shumë, ose ka qenë mes Mekës dhe Medinës gjithmonë. Prandaj edhe e kanë dhënë titullin Abidul Haramein, domethënë ibadetxhiu i dy haremeve. Vetëm, domethënë ka shku vetëm në Medinë për ibadet, pastaj në Mekë për ibadet, pastaj në Medinë, në Mekë. Domethënë jetën e ka çu në adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala në këto dy vende më të pastra dhe më të bekuara. Edhe ky është një prej transmetuesve. Edhe gjithashtu ka qenë dietar i madh, pra është dietar i Islamit, jo vetëm ibadetxhi. Pra kështu janë shumë prej transmetuesve të haditheve, prandaj nuk kemi asnjë dyshim në transmetimin e haditheve kur i lexojmë, ndonë sikur të jemi duke dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj në temën tjetër, thot Imam Bukhari rahimahullah, babul ghiba wa qawlillahi azza wa jall wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Domethënë tema tjetër për gibetin dhe për fjalën e Allahut, wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Domethënë mos e përgojoni njëri tjetrin. Thot haddathana Muhammad ibn Yusuf, qala haddathana an-Nadr, qala haddathana Abu al-Awwam عبد العزيز ابن ربيع الباهلي قال حدثنا أبو الزبير محمد عن جابر بن عبد الله قال رضي الله عنهما. مثلا قال جابر رضي الله عنه ترانسميتوات سكاثان كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى على قبرين يعذب صاحباهما. كثان ishim duke ecur me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe kaluam pran dy varreve që banorët e tyre, do të thënë ata dy të varrosurit në këto dy varre, ishin duke u dënuar. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innahuma la yu'adhaban fi kabir wa bala. Do të thënë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këta dy janë duke u dënuar për një çështje të madhe. Por jo, do thotë sipas transmetimeve të tjera, kuptohet se ka thënë janë duke u dënuar dhe nuk po dënohen për diçka të rëndë. Do të thonë nuk e kanë pas të vështirë të largohen atij mëkati, por mëkati është i rëndë. Do të thonë mëkati është shumë i madh, por largimi prej tij ka qenë shumë i lehtë. Po mirëpo nuk janë larguar dhe janë duke u dënuar për këto. Amma ahaduhuma fa kana yaghtabu an-nas. Njëri prej tyre i përgojonte njerëzit, wa amma al-akharu fa kana la yata'adha min al-bawl, kurse tjetri nuk ruhej prej urinës. Fada'a bi jaridatin ratba. Edhe atëherë kërkoi një deg të hurmës, të njom, ose dy deg, au bi jaridataini,
Fakasarahuma, edhe I ka thyer pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj secilën pjesë të këtyre degëve e ka ngulur te varret dhe ka thënë I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam, "Ama innahu sayuhawwanu min 'adhabihima ma kanata ratbatayn aw lam taybasa." Ka thënë do t'ju lehtësohet dënimi për aq kohë sa janë të njoma këto, do të thënë derisa të thahen këto degë, do ta kenë dënimin e lehtësuar. Po ashtu mesengjerin tjetër thot haddathana Ibn Numair قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال كان عمرو بن العاص يسير مع نفر من أصحابه. هذا ما كنت زنجير دمثان ترغون se Amr ibn al-As radhiyallahu anhu thotë ishte duke ecur me një grup të shokëve të tij hatta famarra ala baghlin mayyit, edhe duke ecur kanë kalu pra një mushke të ngordhur, qad intafakh, që ishte fryr, do të thonë pasi ka ngordhur është fryr, edhe ka thënë wallahi la an ya'kula ahadukum hadha hatta yamla batnahu khayrun min an ya'kula lahma muslim. Ka thënë wallahi do të thonë dikush ta haj këtë mushk të ngordhur, që është fryr edhe është do të thonë është prisur, të haj prej mishit të saj derisa ta ngop barkun mirë, është më mirë se sa të haj mish të muslimanit. Pra këta hadithe gjithashtu janë argumente për ndalimin e gibetit. Në hadithin e parë, këtë që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ato dy veta, do të thënë kjo tregon se dënimi I varrit ose do thot prej këtyre veprave që njeriu fillon të dënohet që në varrin e tij. Është një prej atyre është gibeti. Edhe tjetra është mospastrimi prej urinës, do të thënë pakujdesia në pastrim pas kryerjes së nevojës, është prej shkaqeve të dënimit në varr. Ka thënë këtu, thotë yu'adhabu sahibahuma, do të thënë kanë qenë duke u dënuar këta dy të varrosur. Nuk I ka përmendur emrat, edhe kanë thënë dietarët se kjo pasi nuk ka pas nevojë dihet kush janë, do të thënë nuk është përmendur emri që mos poshtrohen edhe mos tregohet gjithashtu se janë duke u dënuar pas vdekjes së tyre, se ka mundësi të ketë qenë dikush prej të afërmëve të tyre gjallë, do të thënë edhe kur ti përmendet se është duke u dënuar në varr, do thotë është diçka që I shqetëson njerëzit. Por ka dy mendime të dietarë që këta dy a kanë qenë prej muslimanëve ose prej mushrikëve. Dhe disa prej dietarëve thonë se kanë qenë prej muslimanëve, pasi nuk do të kishte ndërmjetësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për dikon prej mushrikëve. Por në një prej transmetimeve thuhet kaloi pranë dy varreve që kishin vdekur në xahiliet, do të thënë para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo është më sakt pasi transmetimi është I sakt, dhe kanë thënë gjithashtu dietarët se sikur të kishin qenë musliman, atëherë çfarë kuptimi ka që shefati pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të vlej vetëm sa derisa të thahen ato. Por ata kanë qenë mosbesimtar dhe I është zbulu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se janë duke u dënuar, edhe nuk ka qenë e udhës ose e hishme, do të thënë për një të dërguar të Allahut, që mos mundohet, do të thënë t'u lehtësoj atyre pasi I ka pa në atë gjendje. Edhe ka bërë këtë ndërmjetësim, do të thënë që t'u lehtësohet dënimi I varrit për një periudhë të shkurtër, do të thënë pasi ka kalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam aty, do të thënë që ta kenë të lehtësuar derisa të thahen ato degë. Po qëllimi është, do të thënë, shkaku I dënimit në varr ka qenë gibeti I tyre. Pa marrë parasysh edhe besimin, do të thënë tani dënohen në varr për këtë çështje, që është shumë e rëndë. Do të thënë dënohen për gibetin, prandaj ka përmendur, do të thënë dikush prej dietarëve,
se shumica e dënimit të varrit është prej 3 llojeve: për gibet, ose për nemime, bartje të fjalëve, ose për mos pastrim, do të thonë prej urinës. Edhe kjo tregon se, do të thënë, njeriu me gjuhën e tij, si ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, i ka thënë Muadhit radhiyallahu anhu, ruaje gjuhën, edhe ka thënë a merremi në përgjithësi edhe për atë që flasim. Ka thënë se shumicën e njerëzve i hedh në zjarr me fytyrë, do të thënë për fytyrë i hidhen në zjarr për shkak të asaj që kanë korr me gjuhën e tyre. Prandaj gjuha është një organ i lehtë i njeriut, në trupin e njeriut, që mund të shfrytëzoj për hajër dhe të fitoj shumë, edhe mund me ta të fitoj mëkate të rënda. Prandaj njeriu i mençur, besimtari i suksesshëm, duhet ta shfrytëzoj gjuhën e tij për ta përmendur Allahun subhanahu wa taala, për dhikr, për lexim të Kuranit, për urdhërim për të mira, ndalim prej të keqes, për pyetje për hajrin ose për mësim të hajrit. Do të thënë, vazhdimisht ta përdor gjuhën e tij për të fitu, se do të thënë ato shpërblime që i fiton me përmendjen e Allahut, do të thënë janë shumë të mëdha, që ndoshta njeriu me vepra nuk mund t'i fitoj. Se ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, më thotë, a doni t'ja tregoj veprën që është më e pastra te Zoti juaj, do të thënë vepër që e do Allahu dhe e pranon, është e pastër dhe është e lehtë dhe është më e rëndë në peshore, dhe do të thënë me kuptimin se askush nuk mund të arrijë shpërblimet atilla. Kan thënë as me luftë në rrugën e Allahut, ka thënë as me luftë në rrugën e Allahut, përveç dikush që del për të luftuar në rrugën e Allahut dhe edhe me veten e tij dhe me pasurinë e tij dhe nuk kthen asgjë në shtëpi. Do të thënë vetëm ai që bie shahid në rrugën e Allahut ka mundësi të jetë në grad më të lartë se sa kjo vepër. Kan thënë cila është ajo vepër? Ka thënë dhikri, përmendja e Allahut. Prandaj njeriu duhet të angazhojë gojën e tij dhe gjuhën e tij me përmendjen e Allahut. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah. Do të thënë vazhdimisht ta kesh gjuhën të njohur me përmendjen e Allahut. Dhe ka thënë Allahu i lartësuar, ana ma'a abdi ma dhakarani. Unë jam me robin tim përderisa ai më përmend mua, wa taharrakat bi shafatahu. Edhe përderisa i lëvizin buzët me emrin tim, thot Allahu i lartësuar. Edhe ka thonë, fa in dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi. Nëse më përmend robi mua në vetvete, unë e përmend atë në veten time. Nëse më përmend para një grupi, unë e përmend atë para një grupi më të mirë se grupi i tij. Domethënë përmend te banorët e qiellit të lartë. Prandaj njeriu duhet të angazhohet me përmendjen e Allahut dhe jo përmendjen e njerëzve shumë. Këtu ka përmendur Sheikh Zeid el-Madkhali rahimahullah disa fjalë të selefit për qortimin e gibetit. Ka thënë Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, pra e përmendëm këtë, e ka transmetuar Buhariu këtu. Pra ka thënë se më mirë ta hash atë mushkën e ngordhur derisa të ngopet mirë, të fryhet barku, më mirë se sa të hash diçka prej mishit të besimtarve. Pastaj ka thënë Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu, el-ghibatu mar'a al-li'an. Ka thënë gibeti është kullosa e njerëzve të poshtër. Më thënë aty hynë kullotin njerëz që nuk kanë moral. Ka'b al-Ahbar ka thënë el-ghibatu tuhbitu al-amal. Do më thënë gibeti i shkatron veprat e mira, siç thamë në hadith. Ka thënë Hasan al-Basri, wallahi lal-ghibatu asra'u fi din al-muslim min al-akalati fi jasadi ibn Adam. Më thënë, ka thënë gibeti më shpejt e shkatron fenë e muslimanit se sa krimbi që shkatron trupin e birit Ademit.
Sufjan ibn Uyayna ka thënë el-ghibatu ashaddu min ad-dayn. Ad-daynu yuqda wal-ghibatu la tuqda. Do të thënë gibeti është më i rëndë se borxhi, sepse borxhi shlyhet, kurse gibeti nuk shlyhet. Sufjan al-Thawri ka thënë iyyaka wal-ghiba, iyyaka wal-wuqu'a fi an-nas fayahlika dinuk. Do të thënë ruhu prej gibetit, ruhu prej do të thënë shqetësimit njerëzve ose do të thënë fjalëve të rënda për njerëzit, sepse do të shkatrohet feja jote. Kështu me radhë, do të thënë prej fjalëve të shumta të selefit kundër gibetit, siç tham, për shkak se argumentet janë të shumta që ndalojnë, pra Allahu subhanahu wa taala ka thënë, si ishte në titullin e kësaj teme, la yaghtab ba'dukum ba'da, do të thënë mos e përgojoni njëri tjetrin, e yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan, do të thënë a do dikush prej jush që ta hajë mishin e vdekur të vllajt vet, do thotë askush nuk do që ta hajë mishin e njeriut. Por e ka përmendur Allahu edhe në formën më të shëmtuar, të vdekur. Do të thënë duhet ta mendoj njeriu sigur ti shkojë xhenazës atij për cilin është duke folur dhe ta hajë mishin e tij. Pra me këtë e ka krahasu Allahu subhanahu wa taala, do të thënë a do dikush që ta hajë mishin e vdekur të vllajt vet? Fakarihtumu, do të thënë padyshim se ju e urreni këtë. Pra në këtë mënyrë duhet të jetë urrëtia e gibetit gjithashtu. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja ma'shara man aslama bi lisanihi wa lam yufdi al-imanu ila qalbihi. O ju që keni hyrë në islam me gojet tuaja dhe nuk ka depërtuar imanin në zemrën e tij. La tu'dhu al-muslimin wa la tu'ayyiruhum wa la tattabi'u awratihim. Ka thënë mos i shqetësoni muslimanët, mos i poshtroni musliman ose mos i përqeshni muslimanët dhe mos i ndiqni të fshehtat e tyre, të metat e fshehta të tyre. Fa innahu man tatabba'a awrata akhihi al-muslim tatabba'a Allahu awratahu. Edhe sepse kush i ndjek sekretet e vllajt vet, do të thonë do me azbulu të metat e fshehta vllajt vet, Allahu do t'ia ndjek të metat e fshehta atij. Dhe kujt ja ndjek Allahu të metat e fshehta, do ta demaskoj dhe do ta zbuloj, qoftë edhe brenda shtëpisë së tij. Do të thënë edhe nëse është duke ndetur në shtëpinë e tij, do ta nxjerr në pa Allahu i lartësuar, do të thënë poshtërsinë e atij njeriu. Do thotë këtu në këtë hadith e ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ata që i ka thënë ata që përgojojnë, flasin për muslimanët, do të thënë me këtë cilësi që kanë besu me gojë, por imani nuk ka depërtuar në zemër. Kurse në hadithin që e tham të Imam Bukharit këtu, ka thënë pse ka ardhur ajo ere keqe, sepse munafikët i kanë përgojuar besimtarët. Do të thonë se përgojimi është cilësia e munafikëve, cilësia atyre që nuk ka depërtuar dhe nuk kanë ndikuar me të vërtetë imanin në zemrën e tij. Dhe kështu në hadithet të tjera, të shumta ku përmendet dënimi i rëndë i gibetit, e lutim Allahun që të na ruaj prej tij, dhe e lutim Allahun e lartësuar që na i përmirësoj moralet, na furnizoj me moralet më të bukura se nuk na furnizon me to askush përveç tij, dhe të na ruaj prej moraleve të këqija dhe të shëmtuara, se nuk na ruan prej tyre askush përveç tij. والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.